Një afërm im Brezi Park ka besuar dhe frekuentuar për një kohë shumë të gjatë 20-30 vjet dhe besoj që beson dhe frekuenton vazhdimisht dhe për gjithçka sa do të vogël te një grua që e di që i bën magji, shet te flaka e qiriu dhe thot do të bëj kurban zhiv, me e fut te kuklla si arush, e cila të tregon pastaj për të ardhmen, të kërkon emrin e nonës, thot se kam shenjat e Allahut në trup. Këto i kam thot të gjitha të vërtetuara që ai bën. Pyetja ime është si duhet sillem unë me ta dhe a duhet frekuentohem shpesh dhe të rri me të vazhdimisht, ku i kam thënë që është gabim. E rëndësishme, kjo është magjistare, mashtruese, kjo që e ka nona, kjo që e ka për ta bërë politikane, që e ka për ta futur në parlament, që e ka nona. Kështu që kjo është mashtruese, kjo është sharlatane, kjo është magjistare, ti ke për detyrë me e këshillu kushëririn tat, edhe kaq mbaron historia jote. Mos u fut më shumë dhe më tej. A të dëmton ty fakti që shoqërohesh me këtë person, nuk të dëmton, ti thjesht këshilloje dhe mundësisht i këtë vidjen time ipja tregoj ato që ka thonë Hoxha.